Lajmi për aksidentin tragjik në Himar është pasqyruar edhe në mediat e huaja, përfshirë ato më prestigjioze si BBC e CNN, si dhe tek ato italiane apo edhe mediat në rajon. Students Killed in Albania Bus Crash është titulli i lajmit tek faqja e internetit e BBC-s, ku në brendësi të lajmit theksohet se 11 vet humbën jetën dhe 22 të tjerë u plagosën pasi një autobus ra në Humner në një shkëmbë në jug të vendit. Lajmi në websajtin e rrjetit informativ britanik shoqërohet me një foto që përmban hartën e Shqipërisë, ku është përcaktuar me saktësi vendndodhja e Himarës. Të njëjtin titull mban edhe lajmi për tragjedinë i pasqyruar në CNN dhe i vendosur në plan të parë të websajtit. Lajmi këtu është më i përditësuar, megjithatë, në rrjetin amerikan numri i viktimave është 12. Aksidenti është transmetuar edhe në agjensinë prestigjioze franceze AFP, si dhe në atë italianen ANSA, me titullin Shqipëri, autobusi në Humner, viktima. Lajmi është publikuar edhe në formën e fleshit, në faqen e internetit të së përditshmes Corriere della Sera, me titullin Shqipëri, autobusi me student në Humner. Edhe mediat kosovare dhe ato maqedonase i kanë kushtuar vëmendje këtij aksidenti tragjik. 12 student dhe drejtuesi një autobusi me të cilin ato udhëtonin humbën jetën në një aksident të rënd në qafën e Vishës, në rrugën Vuno Himar. 20 studentë të tjera u plagosën rënd kur autobusi doli nga rruga dhe përfundoi në një gremin prej 80 metrash të thellë.